Në emër të koalicionit të UEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen sot dhe për një besëmarrje kaq të madhe për një ngjarje që i dedikohet vlerësimit të gjithë atyre që kontribuan gjatë vitit 2025 për mbrojtjen e fëmijëve. Përfshirë këto gazetarët, individët, por edhe korporatat dhe bizneset. Sot duhet të rithekësojmë rolin e padiskutueshëm dhe të pazaventueshëm të gazetarëve dhe të mediave për ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen e fëmijëve, për ndikimin e tyre në ndryshimin e politikave dhe për ndikimin e tyre në ndryshimin e jetës së fëmijëve. Sot nga këto bëjmë thirrje që raportimi për fëmijët të vazhdojë të rritet në tutje, sidomos duke pas parasysh që në skenën e mediave apo në diskursin publik dominojnë tema të tjera dhe fëmijët të anashkalohen. Po ashtu, sot duhet po ashtu të theksojmë në një realitet të cilën ne ndodhemi. Viti 2025 ishte një vit i vështirë, mbështetja nga donatorët ndërkombëtar vit pas viti po vazhdon të bie, është në rënje. Këtë vit në vitin 2025, edhe tërheqja e ndihmës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjithë Evropën, përfshirë edhe Kosovën, krijoi boshllëqe të mëdha. Duhet kuptojmë që pas çdo programi të ndërprerë dhe pas çdo shërbimi të ndërprerë, janë emra dhe jetë të fëmijëve, të cilët humbasin mundësi për të qenë të mbrojtur, për të qenë të rehabilituar dhe për të qenë të reintegruar plotësisht në shoqëri. Faleminderit shumë të gjithë atyre të cilët kanë kontribuar. Sot do të ndahen çmime për gazetar, për korporata, biznese, personalitete, agjencione, trupa diplomatik të cilët kanë bërë për mbrojtjen e fëmijëve, por që e dim që mbështetja ka qenë edhe më e madhe. Po ashtu, më duhet kam plotësinë të njoftoj që duke filluar nga viti tjetër, nga viti 2026, gama e çmimeve vjetore të këmbë do të zgjerohet. Nga viti tjetër do të shtojmë çmimin për komunën mike të fëmijëve, për komunën e cila tregon për kushtim për mbrojtjen e fëmijëve, do të shtojmë çmimin për shkollën mike të fëmijëve, shkolla e cila siguron gjithëpërfshirje, ambient i sigurt dhe mbështetës për fëmijët, dhe do të shtojmë çmimin për fëmijën kampion, fëmijën i cili ka aktivizmin i det në mbështetje të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Për fund, ju uroj të gjithëve festat e fundvitit, shëndet për ju dhe familjet e juaja dhe qof viti tjetër një vit i mbar. Faleminderit shumë. Është kënaqësi e veçantë që në emër të Tërtëzonit të marr pjesë në një ceremoni që vlerëson jo vetëm punën profesionale, por edhe përgjegjësinë shoqërore dhe angazhimin e secilit për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. E falenderoj Konfin për këtë bashkëorganizim, që tashmë e ka bërë tradicionale dhe që na kujton që mbrojtja e fëmijëve është detyrë e secilit prej nesh. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për me nda çmime, mirë po për me i vlerësu edhe ata që flasin për fëmijët me ndjeshmëri, me etikë dhe na kujtojnë që realisht sot në një kohë ku këta zëra janë më të rëndësishëm se kur. Roli i gazetarëve, siç e dimë, është thelbësore, edhe raportimi i përgjithshëm, raportimi etik, mundet me parandalu dhunën, mundet me thyr heshtjen, edhe mundet me nxisë qatë reagimin e nevojshëm institucional. Edhe pastaj në ato gjitha këto mundën me sjellë ndryshimin e nevojshëm shoqëror, gjë që është objektive përbashkët e krejt aktorëve që punojnë në sistemin e mbrojtjes së fëmijës. Roli i mediave në një shoqëri demokratike është thelbësore, është kyç, është siguri, është garanci, por në njëjtën kohë institucionet në një vend demokratik mbajnë përgjegjësinë të një ambient të përshtatshëm për punën e mediave, me të lanë të lira në punën e tyre. Nuk ka qenë terren me i mirë i mundshëm vitin që po e lamë. Ka pas sfida, ne i dim ato, nuk është sa besoj momenti me i përmend, por unë du me uru gazetarë që sot do të marrin çmime në këtë organizim, duke theksu që me punu për drejtat e fëmijëve, është me punu për të ardhmen, është me punu për një brezin që do të përçaj mëtej krejt vlerat tona shtetërore, kombëtare, si shoqëri dhe natyrisht nuk është e lehtë duke marrë parasysh sfidat me cilat sot shteti i Kosovës ballafaqohet në zbatimin e ligjit dhe detyrimeve që ka marrë përmes këtyre ligjeve.
Unë si avokat i popullit, ndihem i privilegjuar që kam pas kënaqësinë me punu me organizatorët e këtij eventi, po natyrisht edhe me mediat, të cilat gjithmonë kanë qenë korrekte, gjithmonë kanë transmetuar informatën e plotë dhe në shërbim të interesit më të mirë për publikun, por gjithmonë kanë pas parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Tu e përgëzu për tepërimin e tyre dhe mirënjohjet që do të marrin. Unë ju falenderoj dhe uroj që viti 2026 të jetë vit shumë më i mbarë, shumë më i suksesshëm për gjithë ne. Faleminderit shumë. Mehman Jesse. I see I'm getting younger since I'm here in Kosovo, so thanks very much for that. Ladies and gentlemen, dear Ombudsman, dear representative of justice, dear colleagues, friends from UNICEF, from the EU, Daniela Arina, thank you so much. It's really a great honor to be here today. And on behalf of my government, of the Grand Duchy of Luxembourg, we are deeply honored by receiving this prize and this gratitude. This recognition reflects our shared commitment of all our partners and all you here together, without forgetting the journalists, working to protect and to promote human rights and rights for children here in Kosovo. Children are the heart of every society. Their health, safety, and well-being shape our collective future. Guided by this conviction, Luxembourg has proudly supported initiatives such as the home visiting program, child development trainings, group care for parenting. Luxembourg firmly believes that protecting children is both a moral responsibility and a long-term investment in peace, stability, and sustainable development. Faleminderit shumë për këtë mirënjohje, për këtë çmim të vitit. Unë me gjithë zemër do të jem pranë këtyre fëmijëve pa kujdes prindëror. Po ashtu falenderoj organizatën OFAP, komunën e Prishtinës që kemi mbështetje, po ashtu dhe organizatën KAM. Faleminderit shumë. Janë shumë urime për çmimin, shumë i merituar, edhe urime për guximin, për gjatësinë profesionale, jo vetëm për ta sjellë zërin e drejtësisë, ato që e tha edhe Sonja Adriana, po edhe për ta mbrojtur dinjitetin e fëmijës, edhe keni bën një ndikim në ndryshim të paragjykimeve dhe padrejtësisë sociale. Urojmë që ky çmim, keni marrë edhe shumë tjerë, për këtë ngjarje të jetë motiv edhe që shërbejnë çdo ditë që çështjet e fëmijëve që prekin jetën dhe mirëqenien të mbrohen dhe të respektohen. Në emër gjitha organizatave të KAM, ju urojmë për çmimin, po dhe ju falenderojmë për përkushtimin dhe punën e vazhdueshme. Përshëndetje për gjithë, i nderuar avokat i popullit, ambasador, të nderuar përfaqësues të institucioneve. Nuk po du me ndalë shumë kështu të tematika e historisë, se saroj shumë mirë Eliona, edhe është ndirë tepër i madhë në u vlerësu prej njerëzve që e kanë një jetë kontribut në gazetari kështu, edhe që ndoshta janë arritë të i pas si shembuj qysh bëhet puna e mirë, edhe sot në u vlerësu puna prej këtyre njerëzve normalisht që është ndirë i madhë. Mirënjohjet që ndajtën paraprakisht si mik i fëmijëve, vlenë e njëjta edhe për mediat, vlenë e njëjta edhe për organizatat që i ndajnë këto çmime, edhe kur bëhen shumë miq që e kanë të njëjtin qëllim, normalisht që rezultati është i mirë edhe nuk ka se qysh me qenë ndryshe. Jam shumë i nderuar edhe kam thonë vazhdimisht,
që kur kësaj historie ja kam lënë titullin Një shkelm kundër racizmit. Titulli ka marrë kuptim pas reagimeve të publikimit të historisë, edhe jam i nderuar shumë që shoqënia edhe institucionet ja kemi dhënë shkelmin për një me racizmit edhe gjithë atyne që ofendojnë, sulmojnë veç pse dikush ka ngjyrë tjetër, flet gjuhë tjetër apo mbi baza racore. Kështu që jam shumë i nderuar edhe për këtë çmim edhe për të gjitha çmimet tjera, edhe ju faleminderit shumë për vlerësimin edhe shpresoj që bashkëpunimin veç ta vazhdojmë edhe më shumë edhe në vitet e tjera. Faleminderit. Shumë e nderuar sot për çmimin. Kur i tregova motrës time të vogël që kam fituar çmime për mbrojtje të fëmijëve, më tha çysh i ke mbrojtur i qunë burr. Sigurisht hulumtimi ka ndikuar që me pas arrestime, sekuestrim të armëve e narkotikëve, por ky është vetëm një hap i parandalimit të rreziqeve që shpërfaqen këto grupe për të cilat hulumtimi flet. Rrezikun për qasjen në armë më së miri nuk e kam treguar unë. E kanë treguar 2 adoleshent të dënuar për vrasje të rënd, të cilët shpënduar për këtë tragjedi, rrëfejnë se si qasja e tyre si fëmijë në armë ka ndikuar që ata të përfshihen edhe në këtë vepër penale. Kur i kemi pyetur krijuesit e grupeve se cili ka qenë qëllimi i krijimit të këtyre grupeve, ata janë shprehur për mendo për ditëshmërinë e tyre. Përditshmëria e fëmijëve, as se se, nuk duhet të jetë arma, narkotiku dhe glorifikimi i dhunës. Grupet, qindra grupe në gjithë Kosovën me nga 500 anëtar, tregojnë se rreziku që po paraqitet në këto grupe është shumë i madh. E lumtur që ky aktivitet i cili po zhvillohej larg syve të prindërve, shkollave, institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë, ka marrë vëmendjen e duhur, ka ngrit alarmin se në çfarë rrethi po rriten fëmijët tonë. Shpresoj që institucionet përveç se në ndëshkim, të punojnë ma shumë në edukim të fëmijëve dhe në rreziqet që ata përballen me të. Uroj që përtej politikave ditore, institucionet të kthejnë syt nga ardhmja e vendit që janë fëmijët. Faleminderit shumë edhe një herë kompit për çmimin dhe gjithë ekipit të Betimit për Drejtësi për realizimin e këtij hulumtimi. Faleminderit.